Mendoj që këto privilegje që po jepen Dumanit si i penduar i drejtësisë janë të tepruara. Me të drejtë profesori përmendi dhe rastin e fundit. Kam pasur komunikim me babain e viktimës në Elbasan, dhe është një ngjarje shumë e rëndë ku drejtësia ka lënë pas dore dhe nuk pas bardet. Një i pafajshëm humbi jetën dhe i dyshuari kryesor pra është Nureddin Dumani, i cili kishte komunikim me motrat Nikolli dhe me Skype, madje me Skype. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe një penduar drejtësie nuk mund të jepet privilegje kaq të tepruara. Jo, dhe tjetra, shumë e drejtë kjo. Pra ti jep akses ti në Skype. Dhe aji në Skype, se na është bërë Skype, se nga Skype e kemi aty ku e kemi. Në Skype ky flet, dhe flet me këto, nëpërmjet aplikacioneve. Tani ky ka kërcënuar këto, pra ka konsumuar vepër penale në hapësirën elektronike, digjitale, që i ka dhënë spaku. Që do t'jete përgjuar në të. Atëherë çfarë bën zotri? Po e lejon këtë që ky të kryej vepër penale, ndërkohë që ka një status të tillë dhe ti ke krijuar gjithë kushtet? Jo. Se urdhë që ndodhi mas asaj. Nga kërcënimi vajti shpërtheu aty. Dhe ka një gjë. Ky njeri kur kërcënon, ky ka njerëz jashtë që janë pjesa tjetër e skuadrës, dhe ky kur thot do të vras, do të, siç ndodhi me rastin e Elbasanit, ky i ka pra njerëzit që e bën këtë. Se ky vetë është izoluar, si do ta realizojë ky? Të do të zbuloj spaku. Me kë i kërcënon ky këta? Këtë do të tetoj spaku. Ore, kë ke tjetër ti që po shkon edhe po bën namin poshtë lart. Dhe kjo është një gjë shumë serioze, që spaku prapë më përgjithësi.